Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk pritej, Edi Rama bën veprimin fisnik për familjen e Shpat Kasapit. Debati rreth koncertit të Adelina Ismailit, i cili përkoi me ditën e ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, vazhdon të jetë një prej temave më të diskutuara në mediat online dhe programet televizive. Ngjarja që për më shumë duhet të kishte qenë një mbrëmje festive, është ndëruar në një përplasje opinionesh dhe këtë tashmë e kemi dëgjuar rëndom në lajmet më të fundit. Tani, siç vazhdojnë komentet pro dhe kundër në rrjetet sociale, opinioni publik duket i ndarë. Disa kritikojnë mungesën e një dedikimi nga ana e Adelinës, ndërsa të tjerë e quajnë diçka normale sepse në fund të ditës jeta vazhdon. Në lidhje me humbjen nga jeta të Shpat Kasapit në moshë të re, ka reaguar edhe kryeministri aktual i vendit Edi Rama, i cili ka bërë ngushëllimet e tij edhe pse të vonshme me zemër kundrejt familjes së tij, duke shprehur gatishmërinë për ndihmë në çdo gjë që ata mund të kenë nevojë. Ky gjest është përkrahur dhe është parë me shumë fisnikëri nga fansat e këngëtarit, por jo vetëm.